Përshëndetje, ku jemi këtu me ditën e fundit të muajit qershor, ku është një ditë që kërkon shumë vëmendje edhe fillim javë, siç kemi thënë edhe më përpara, kërkohet vëmendje sepse nëse jeni të shenjës së binjakëve, zirgjereshës, shigjetari, peshqit, do të jeni shumë të kujdesshëm sepse kjo ditë kërkon vëmendje dhe kujdes në çështjet e punës suaj në lidhje me keq kuptimet, keq interpretimet, dhe kjo do të thotë që ka të bëjë shumë me një grindje të brendshme me bashkëpunëtorët ose me persona të ndryshëm. Dhe juve mund t'ju duket diçka që është e shtrëmbur, diçka që është problem, dhe disa fjalë që mund keni dëgjuar nga persona të ndryshëm, ku kjo nuk mund të mos jetë e vërtetë dhe juve të prishni disa ekuilibra që me zori keni ngritur. Prandaj të jeni shumë të kujdesshëm në çështje të tilla, sepse duke pasur parasysh ndikimi i Mërkurit në katërkëndësh me Neptunin dhe me një ndikim shumë të madh që bën me Diellin, do thotë që është pak problem. Prandaj vini veshin, keni kujdes, mos u shqetësoni në këto gjë.